100 vjet, 100 vjet, një shekull, ka çdo njeri që shifni ju në rrugë me shpatlla. Çdo njeri që lind në këtë botë vjen i garantuar prej Perëndis, prej qiellit, prej Zotit, me 100 vjet mbi kurriz, për mi jetu, për mi shiju, me qa e me gëzu, me ndru, me ranë dëshpërim, me ranë hidhrim, me u marrë me njerëz të ndryshëm, disa që do të duan, disa që do të urrejnë, disa do të lëvdrojnë, disa do të shajnë, do shofe çfarë nuk do të shoh për 100 vjet. Është një botë, është një univers i ton tek çdo njeri që shihni. Nuk ka rëndësi nëse ai njeri pastron rrugët në qytet, lan halet në një ministri, apo udhëheq një vend si Sali Berisha, apo një parti si ky Edi Rama, apo një parti si Sali Berisha, apo është njeri që është plak dhe ka ngel e me si hec, që nuk e begenisin ma as komshit, që nuk e shofin as fëmijët e vetë se kanë hikë në mërgim. Çdo njeri që merr frymë në këtë botë, që bën hije mbi këtë tokë, ka 100 vjet, ka një shekull, ka një univers që ka dhënë Perëndia. Prandaj kur lëndoni një njeri, kur vrisni një njeri, kur nuk përfillni një njeri, kushdo që tjetë ai, ju po boni një krim universal, një krim jashtëzakonisht të madh. Nuk lëndohet njeri sa është krijesë Perëndie. Nuk ka kur në këtë botë njeri më të rëndësishëm se tjetri. Ashtu sikur se për shembull po ta merrni ju e zem trupin e njeriut, nuk ka më rëndësishëm a veshja apo syu, a zemra apo mendja, qoftë a zemra apo dhe zora e trash që thithin ushqimin dhe nxjerrin pisliqet nga trupi i jot. Pra si ai që pastron halet, si ai që bën ligje në parlament, janë po aq të rëndësishëm dhe të një lloj të barabartë para Perëndis, para Zotit, para krijesës, dhe kush lëndon një njeri me pa të drejtë, kush fyen një njeri me mos përfillje, me njërim, me tallje, me përçmim, bën krim në këtë botë. Por, kur ka maskarej që morin në përkom turma, popuj, për intereset të tyre vetjake, ato po bëjnë super krime, ata janë ai lugati, shejtani që ecin mbi këtë dhe. Edhe si të tillë, unë aq sa më dhem shpirti për njerëzit të thjesht, për njerëzit fukarej, për njerëzit që si begenis kush, për njerëzit që kanë ngel dhe ngrihen dot nga shtrati të dalin e të marrin një rrezë dielli, dhe me shpirti për këto. Aq u rrej ato maskarej, ato të poshtur, ato që s'duhet ishin në këtë botë, që i morin këto në përkom. E ku ndodh kjo më shumë se në vendin tonë? Në vendin tonë, për shembull, ku një grup maskaresh qeveritarësh e gjyqtarësh tallen e përtallen pikërisht me atë popull që e lavdrojnë vetëm kur i morin votat. Edhe në momentin që s'kan më nevojë, e kanë garantu ato të qenit në pushtet, i bëjnë shurën popullit tim, popullit vet. Keni kujdes vëllezër e motra, se çdo njeri, edhe ai që po jep jetë dhe po jep shpirt, edhe ka met atje dhe s'ngrihet nga shtrati, e ka mrena vetës një univers që po dish të rëmosh,
ka ngjarje, ka tërgime, ka histori, ka rrëfime, ka kujtime, edhe po t'jen mulu me 100 metra kub dhe, sepse vjen e hum me mendja kujtesa, hum kujtesën, prapi ka aty në vetvete. Do përkujdesje çdo njeri, do dashuri çdo njeri, do mirënjohje çdo njeri, do një fjalë të mirë, një respekt. Nuk e ke bo ati, e ke bo vetes sate, o qenë, o idiot, o psikopat, se i bon një të mirë vetes sate, se ndoshta ka me gjithmen kur të vdesësh, xhenet me xhenet, paraj se fer, edhe po të ketë me gjithmen që askush nuk e di, po ty duhet me ndosh që ka se s'dihet, se po të me ndosh që ka, edhe nuk ka asgjë nuk umet, por po të me ndosh që ka dhe ka, ti fiton gjithë shka, në qoftë se sillesh me kujdes në këtë botë. Kur respekton njëri, kur ndihmon njëri, ti vetëm ndihmon e respekton vetën tate, se i bën mirë vetes sate, e heq e shly një mëkat që ke bërë, se ne bëjmë mëkate çdo ditë, edhe e garanto vetes tate një vend parajs kur të vdesësh. Po mirë, qesh, falë dhe hasmin që t'ka bo krimet mëdhaja, me qoftë se mundesh, por bo mirë në këtë botë, bo mirë se dhe i që t'ka bo keq, ndoshta e merë dënimin e vetë, në qoftë se meriton të marë kur të shkojmë atje, por ti po e fale, jo vetëm që e ke falë vetës, e fiton ca pikë, po edhe domet që ti mund t'i bësh tjerëve, do t'i falë dy Perëndia se t'i fale, mësove të falesh këtu. Se kur i ke bot dom njeriu që është krijesë e Perëndisë siç je dhe ti ke bot dom Zotit vetë. Po të shkosh ti e të vrasësh në shpirt në të pa drejt një vlla, një motër, po të kesh prindrit gjallë, ti ke vra dhe prindrit, se janë babaje nëna e tyre. Pra ti e vret Perëndin kur vret një njeri tjetër, nuk vret vetëm ata, nuk lëndon vetëm ata. Mos i thash këta, unë du t'ju të rëgoj se në këtë jetë mu fati më dha që të rrethohem kur rritësha me njerëz fukarej po të mirë të gjitha sfereve, se si shka thonë Xhelal Gibran edhe një herë, a i thoshte një poet i madh libanez nga Lebanon, që thoshte se mos më thoni që nuk ka NG dëmon, shejtani me laqe e kalafin, se ka. Mos më thoni që se keni pasë, unë i shof për ditë. Unë shof komshit e mi, thojde. Edhe ku i shof komshit e mi, fshatin tim, katundin tim, unë i shof edhe me laqet, edhe shejtant, dëmont. Se dikush i bën mirë, dikush bën keq, i kemi në botë, kështu që ka. Edhe unë u rrita në një fshat me njerëz të mrekullueshëm që herë bonin mirë, herë bonin keq, që ca të dunë, ca të urrejnë, po gjithë njerëz të mrekullueshëm, që ca të lavdrojnë, ca të shajnë, por gjithë të mrekullueshëm. Edhe pata pastaj fatin të rije të njihem e të bashkëpunoj nga herë dhe me njerëz deri në Kongresin e Senatin Amerikan, ku jam ullë edhe për dreke për darka me senator që presin kostumin kësaj bote, që vendosin ta hedhin erë Saddam Husseinin apo atë të Libis e pas Gaddafin, që vendosin të ngrejnë qiell një kompani për shembull të marrin Bill Gatesin e t'i japin kontrata për një shpiki kompjuteri e t'a bëjnë superlord. Pra unë kam dhejt me çdo lloj njeriu, siç rria dhe në Shqipëri, siç më dha shansi që edhe të shkoja për shembull e të boja kanal me Nelin tim, me Nel Gjokën, që nuk e din të Neli se a është Elbasani pa Shkodrën më larg se Monza Fieravje, por edhe me Drytëra Goll, edhe me Lazar Siliq, edhe me Bardhin Agasin për shembull, pra me gjitha sferat, ashtu më dha jeta. Edhe kam mësu vëllezër e motra që në këtë botë çdo njeri është shumë më i mençëm se një tjetër, pa çka
doktoratëve, titujve që ka në për xhepa njerëzit. Për shembull, që t'ja bëj juve unë të qartë, një nga mësimet më të mëdha që edhe më fundosi mu 100 pash në ndhe, edhe më ngriti 100 kilometra mbi re, ka qenë për shembull një ditë shiu, ku unë takoj një fshatar të zonës ime, Selman duket se ka emrin Selman Gjergji, në qoftë se nuk i ngatroj emrat. Ajo është fshatari im, po dhe dhëndri im nga gjaktë, në qoftë se nuk i ngatroj emrin. Pra Selmani, unë kisha që një makinë, një super, si thonë tyre autostrade, superstrade, si ka këto makinat e mdoja, ne themi SUV, Forestrada, nuk e di si quni ju këto. Një makinë të madhe, e qova atëhere, një Benz Mercedes në Shqipëri pëlqeni ju, ose pëlqeni edhe atëhere Benzët. Edhe, pastaj, ja dhash durat nitit, mësoj nitit ju bë djali shkatët me makinë. Por edhe po ecja me makinë, isha ditë shiu, po vija, ju të gjithë e dini tashti, në qose jeni në kontakt në Shqipërin, rrugën e Gjirit Lalësit që fillon nga Maminsi e shkon në Fushtraq, ose si që njihni ju tashti Gjiri Lalësit. Edhe po bim të shi, midis një dy fshatrave të veqel që tash s'ka mo dallim, se s'ka mo ndarje, janë bashku Manza fshat dhe Kamersi, është një rrugë e ngushtë, e vogël, e bukur, në të fush, për poshtë ka liqenin e Borçës, Manzës, Atradës, se jemi si grek të Serbët, e Bulgaret, ne që çdo gjë është e imja, edhe ne tre fshatët e vegjël grindemi aty, se është liqeni Manzës thonë Monsakët, i Borçës thonë Borçëlit, i Radës thonë të Radës, Kamersit nuk kanë thonë e herë, që ndoshta duhet në thonë prej natë gjithve liqeni Kamersit. Edhe po vija në të rrugë, kraun e djathtin atë kodrët e bukët Manzës, që kanë lindë Sami Gjogën. Pra, po vija aty unë atë, edhe në rrugë po bim të shi, edhe unë shoh një njeri me një xhaket, gati si kapot, gati drejke, gjysma gjunjëve, i lagët në shi, në loj unë dhe ishte Selmani dhe hyp Selmani. E unë rrugës kur po vija, mendoja me keqardhja, se gjithë paret që kisha bo në Amerikë po shkonin katë, nuk i investova dhe u harxhu me ca halle që kisha. Po mendoja që qeregjit e mine për Baltimore e Maryland nuk më pagunin qiran, edhe vuja se doja t'i përzeja t'i nxirje me gjyq nga shtëpia, mirë po më dhimbs të shpirti se unë vi vet nga një familje fukaresh. Edhe mendoja që kompania ime po më iknin punëtorët, se kisha rreth 300 punëtorë që punonin për mu, edhe po iknin për arsye se unë në të shumtën e rasteve nuk isha atje. Edhe isha në një depresion, po dhe shiu që binte jashtë, e bonte dhe më të zymë, edhe isha komplet i myt në një botë pasaksisht se çfarë duhet boja me vjetën time, të kthesha në Shqipëri ku mendoja që kam vendin, po ku s'mifte dhe s'mbeganiste tash njeri, edhe ata që m'niftin ose mund kishin vlerësu diku, kishin hike, kishin hum në përbot, apo të kthesha prap në Amerikë, s'kisha më nevojë të shkoj, për arsye se kur shkova nuk shkova të bosha i pasur, po shkova se nuk më pëlqente lloj jete ku edhe po të më kishte kalu një javë që s'kisha prej flokët, do të më bosha objekt kritikash, bisedash, vrejtjesh, qarjesh, nga fshatarët e mi që ishin në pushtet. Unë ika për gjonat vogla që ishin shut, edhe kur ishim në këto halle që mendoja unë, si ajo pema e ngarkume me fruta që sahen, edhe që po thyhet, unë shaf Selmanin shi, edhe në loj makinën me herë, hypi Selmani i lag, edhe pyta Selmanin, Selmani thash si e, Selmani më kthy,
me një lloj karakteristike kjo e njerëzve që nuk hepën, njerëzve stoike, si më poshtë asgjë. Tha, s'ka ku të shkoj ma mirë. Tha Selmani mu, unë me Mercedes, edhe i rënun. Unë me pare, kisha pare atëhere me blej gjithë Monzën, edhe i mytë në hale, një mirime me nëzyrë. Unë me 300 veta që punonin për mu, unë me shtëpia që kisha qak në për Amerikë, që kisha njerë si Raxhi. Unë mendoja, o Zot, pse mi ke dhonë këtë halët i mu? Kur ai, me një thes zbrazet, nuk e di pse kishte ku të shkonte atë thes, që kishte hodh shpatull, i bo qull në ujë, i lag, hypin makinë dhe tha, s'ka ku të shkoj ma mirë. Edhe i thashon, pse Selmani? Tha grunin e korë, tha, e bona, tha grunin tha u bo det, tha. O litë, tha, kanë majtë, tha, kanë bo gjithë ata janë mush dekat plot me kokra, tha. Libret e shkollëve dhe fëmijëve tha ja bleva. Ata gjitha libret e shkollëve dhe robët me shku në shkollë. Edhe unë zgudzova të pyes atë ngelin a i lek në gjep, se mora me mend dhe kuptova që se kishe njel asgjo, edhe ai ishte në gjendje të ishte mirënjohës Perëndisë dhe i dukësh jeta ku e mirë se kishte arrit i blinte librat e shkollës fëmijëve edhe robët, edhe pse po heste në shi, i lagi bon qull, s'kishte makinë Selmanin atë kohë, nuk ishte bankat mushme me pare llogari bankare të mushme me lek, por ecste krenar, edhe i qetë se si ka po gjokujt. Mirë po, ajo më tërgoj më sa relative është ajo që t'jesh njëri i madh, me mendje të madhe, që të t'gjojnë bota, edhe t'jesh dikush që ndoshta s'përfill askush se një tjetër zot e kishte marrë me makinë, as zot ta përshëndeste Selmanin nga Afrika se detyrohej pastaj mjoftë të s'marrë dhe t'ikte. Pra, por ai më dha një nga mësimet ndoshta më të mëdha në jetë, që s'duhet shumë për mundje, i paqët dhe i qetë në shpirtin tatë në këtë botë. Duhet bësh paqe me veten, me fatin, edhe të mendosh se çdo njeri që ke përballë ka 100 vjet, një shekull, një kozmos që ja ka fal Perëndia, që ja ka fal Zoti, që ja ka fal kozmosi vet. Edhe duke respektu, ndëru, njof çdo lloj njeriu që ke përballë, ti vetëm respekton veten tate, filtron veten tate, edhe bëhesh një njeri denj që ka ardhur në këtë jetë, edhe më thot me një nëse ka krijues të vërtet në qiell, e bon krenar edhe vetë Zotin Perëndin, që të krijoj ty, që krijoj njerin. Sami Gjoka ju përshëndet.